Dje në ora 20, zyrtar policor nga SPB Tetofi e privuan nga liria një 32 vjeçar nga fshati Bogovin, pas një denoncimi paraprak nga një 38 vjeçar i cili ka deklaruar se ai në një rrjet social kishte publikuar fotografi të denoncuesit me tekst ku shkruhej se ai i kishte borxh para. Dje në ora 15:22 në SPB Tetof është denoncuar se në rrugën lokale fshati Sellarc Siniçan ka ndodhur një aksident trafiku ndërmjet një automjeti të udhëtarëve Mercedes me targa të Tetovës i drejtuar nga një 54 vjeçar nga fshati Sellarc e Epërme dhe një motociklet Yamaha me targa të Tetovës e drejtuar nga një 20 vjeçar nga i njëjti fshat. Në aksident, një 16 vjeçar bashk udhëtar në motociklet ka pësuar lëndime të rënda trupore të konstatuara në spitalin klinik të Tetovës, ndërsa një tjetër ka pësuar lëndime trupore të konstatuara nga ndihma e shpejtë mjekësore. Dje në ora 21 në DPB Gostivar është denoncuar se në rrugën rajonale nga Gostivari drejt fshatit Srmnov, një 29 vjeçar nga fshati Strajan, Gostivar, duke drejtuar një motociklet Honda pa targa, ka humbur kontrollin dhe është rrëzuar në rrugë. Me këtë rast, ai ka pësuar lëndime të rënda trupore të konstatuara në qendrën urgjente në Gostivar. Ekipi hetimori DPB Gostivar ka kryer kthyrje në vendin e ngjarjes dhe pas dokumentimit të plotë të rastit do të pasojë kallëzim përkatës. 10 minuta pas mesnate, zyrtar policor nga SPB Tetov kanë privuar nga liria një 23 vjeçar nga Tetova, pas një denoncimi nga bashkëshortja e tij jashtëmartesore, e cila ka deklaruar se ai e kishte sulmuar fizikisht e më pas e kishte kërcënuar me jetë. Pas mesnate 55 minuta, zyrtarët policor nga SPB Tetov e privuan nga liria një 21 vjeçar nga fshati Gradec. Gjatë kontrollit të komunikacionit në fshatin Bogovin, policia ndaloi një automjet të udhëtarëve Golf me targa të Gostivarit, të cilin e drejtonte. Pas masave të ndërmarra dhe kontrolleve të kryera u konstatua se ai e drejtonte automjetin pa poseduar leje drejtimi. 5 minuta pas mesnate, zyrtarët policor nga DPB Gostivar kanë ndaluar 3 qytetar, të gjithë shtetas të Republikës së Shqipërisë, pas një denoncimi paraprak se kishin prishur rendin dhe qetësinë publike dhe kishin sulmuar fizikisht një 44 vjeçar nga fshati Çegran. Ata janë mbajtur në ambientet e DPB Gostivar gjatë masave të ndërmarra, te njëri është matur 2.57 promil alkohol në gjak, ndërsa te të tjerët janë matur 1.47 promil alkohol në gjak.